Mu paragjiku, jena paragjiku gjithë sidomos e si femën, jom paragjiku qka do që kom folë, qka do që kom vesh, qka do që kom bo. Sot, atë pengon me ndërtu një marrëdhënie me dikon, për shembull me thonë, Ina, nuk më pëlqen fakti që ki kërku... Ki qenë emisjan. Ki kërku të dashur për balë kamerës. Unë s'kom shku bashkë me lyp të dashur, se s'kam nevoj me lyp të dashur. Po formati ka qenë i Po formati e kona ashtu edhe tash... A të pengon në lidhe që ti dëshiron mi ndërtu? Për veti mu jo, po partnerit, dikush... Se përdu me ditë këtu a jemi tradicional apo modern? Jo, dikujt i pengon, me të kalzu drejt diqysh, kur dojnë me të njoft, pajtohen. Tani masa ne ja fillojnë paragjikimet. Jo, së më ka pëlqy që je konë që atë emision, po ti më ke njoft mu para se më paraqit. Pse tash po më paragjikan? A din jonë paragjikimet shumë palidhjes, se kuptaj pse. Paragjikona pse hin TikTok, po në po hin TikTok se e kom përfitimin tem, apo kuptan. Gjithë qysh dyqysh spedi, shumë gjitha anë po mendojnë që e paragjikime. Qëka kështë thonë gjitha atyre njerëzve që paragjikojnë dajtë? Unë s'kisha thonë me paragjiku kërkan, se për me na paragjiku është vetëm Zoti, edhe na kena drejt me bo jetën qysh dojmë na. Jo qysh dojnë tjerë, se me nisë me ngu njerëz, kur qysh nuk janë të pajtimit me neve, qka do që banë të njetë. Shtu që s'kisha thonë me paragjiku, se s'kanë drejt. Kanë jetën qysh dojnë edhe qka dojnë me arritë. Pa keq kuptime, dhe me thonë, pa keq kuptime, po vete tha që ju më shku me një format ku është për me gjithë dikën personi, fatin e jetës për shembull, po tha unë nuk ju më konë interesun me gjithë, veç ju më shku se formati është konë qasi loj. Dhe me thonë, kjo është pak kur e qetë vetën pak në shenjë që thojnë që mandi mu paragjiku edhe me full njerës ose dishka, pak e shkuptime, po për shembull... Po një kom për 7 emisionit, se o konë emisioni që asilojt, edhe normal që unë e duna mjë për shumica konkurentve gjithë e din që shkojnë për me kryu famën në ekran. Nuk është që shkojnë me gjithë dashurin e vërtet. Veqo një farmësiti modern. Që e bën emisionin për shumë, se emisioni du me qenë real. Nëse dërnë për një me gjithë fotin e jetës... Nuk mundet me ditaj që organizon për shumë të vërtet. Smuj me gjyku formatin, ndodhë, se ka ndodhë ka shku krejt me skenar dhe më fund të ka gjithë fotin e jetës. Jënë martu. Paul, me që jemi këtu, burri tradicional në gjykimin e përgjithshëm është pa filera, pa botoksa, i bin flok, i bin edhe kaq, është tendencë e modernitetit me mbjell flok, për shembull? Tyre, përderisa ti për shembull të aspekti flokëve, po flas... Të aspekte tjera fola për veti? Rregull, i morrin prej pjesës mrapa i qesin për para. Dhe me thonë një pjesë trupit tanë ti po e vendos këtu. Nuk ka bo ndryshem, kështu ka qenë. Pjesa e mbushjes fytyrës ose këto gjana është bindje se cilit unë është me mbush këtë fytyrën, po mu kanë shumë burr